Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju vjen goja erë të keqe, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Frymëmarrja e keqe është një problem që mund të shqetësojë shumë persona. Shkaqet për këtë janë me të vërtetë të shumta, ndaj këtu ju do t'i zbuloni të gjitha. Puna për një frymëmarrje me erë jo të mirë nis me kujdesin ndaj dhëmbëve. Duhet i lani dhëmbët 2 herë në ditë. Higjiena e dobët dentare është fakti kryesor i cili ndikon në frymëmarrjen tuaj. Gjithashtu, kur goja juaj është e tharë, frymëmarrja juaj mund të mbajë erë të keqe. Përshtyma juaj është pastruesi i gojës, i cili lan grimcat e ushqimit që mund të kenë mbetur në gojë. Mund të surprizoheni kur të mësoni se dieta e çrregut ushqimore apo ushqimet e ulta në karbohidrate ndikojnë në frymëmarrjen e keqe. Përveç pastrimit të rregullt të dhëmbëve, duhet që t'i kushtoni një rëndësi edhe pastrimit të gjuhës. Në sipërfaqen e saj mund të ketë shumë baktere të cilat ndikojnë në erën e keqe të gojës. Mund të jeni dhe të sëmurë dhe të mos e dini fare, por nëse vëreni një erë të çuditshme nga goja, atëherë me organizmin tuaj ka diçka e cila nuk është në rregull. Trupi juaj prodhon aroma vërtet të përbëra, ndërsa disa prej tyre janë tepër intensive për hundën e njeriut. Kur sëmundja sulmon dhe ndryshon metabolizmin qelizor në frymënxjerrje, urinë dhe djers, arrin shumë substanca kimike të cilat shpërndahen shumë lehtë. Laboratorët eksperimental anë kënd botës tentojnë të zbulojnë mënyra për shfrytëzimin e sensorëve të gazrave në diagnostikim. Deri më tani kanë arritur të kuptojnë se si të zbulojnë disa sëmundje me anë të erës së gojës, simptomat të cilat janë shumë të rëndësishme të zbulohen sa më herët. Nga sëmundjet e mushkrive sot njerëzit sëmuren gjithnjë më shumë dhe e vështirë e luftojnë atë. Ndërsa nëse zbulohet në faza të hershme, ekziston pikërisht mundësi më e madhe për shërim. Shkencëtarët kanë ardhur në përfundimin se era e këtyre të sëmurëve është e ngjashme me atë të amoniakut ose peshkut, ndërsa arsyeja për këtë është substanca metilhidrazin. Këto janë disa prej shenjave të tjera të cilat mund të jenë të dobishme për ju. Diabeti, ketoacidosis, i njohur gjithashtu edhe si kundërmimi me erë frutash, është një mënyrë natyrale që tregon probleme serioze diabetike në njerëz. Stomaku. Era e keqe e gojës mund të jetë gjithashtu një tregues se keni probleme me stomakun. Nëse filloni që të keni erë të keqe të gojës kundërmuese, është mirë që të shkoni tek mjeku juaj për një kontroll. Ketoacidosis, i njohur gjithashtu edhe si kundërmimi me erë fruti, është një mënyrë natyrale që tregon për probleme serioze diabetike në njerëz. Dështimi i veshkave. Veshkat largojnë mbeturinat nga gjaku ynë, kështu që nëse ato dështojnë, trupi ynë nuk mund të pastrohet më nga helmet e veta. Kjo ndikon që helmet të lëshohen më pas përmes sistemit të frymëmarrjes. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni, keni një takim dhe në fakt ndiheni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj, mos u shqetësoni më, problemi juaj do të marrë fund. Ne po ju sillim disa mënyra se si ju të përdorni sodën e bukës për të larguar aromën e keqe nga goja. Ndërkohë, soda e bukës neutralizon gjithashtu aciditetin në gojë duke larguar edhe erën e keqe. Ajo vret bakteret dhe nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Ja mënyrat se si të përdorni sodën e bukës
për largimin e erës së keqe nga goja. Përzini sot buke me pak ujë, e fusni në gojë dhe bëni gargar për 30 sekonda. Këtë procedurë mund ta përsërisni çdo ditë nga sa herë që ju të dëshironi. Sodë buke me pastë dhëmbësh. Përzini sodën e bukës, merrni një furçë dhëmbësh dhe lani dhëmbët. Në këtë mënyrë, era e keqe do të largohet nga goja juaj. Sodë buke me krip është një mënyrë shumë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne ju sugjerojmë të merrni pak sodë buke me krip, një gotë me ujë të vakët dhe i përzini bashk. Futeni në gojë dhe bëni gargar sa të ndjeni se goja juaj ka erë të freskët. Sodë buke me uthull molle. Ne ju këshillojmë që ju të merrni pak sodë, pak uthull, i përzini bashk në një enë ose filxhan dhe futeni në gojë, e përsërisni disa herë derisa përmbajtja të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt. Edhe kjo është një mënyrë shumë efektive, ndaj ne ju këshillojmë që të merrni një gotë dhe në të hidhni mjaltin dhe sodën dhe t'i përzini bashk. Bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe të jetë larguar. Majdanozi po ashtu është një barishte e cila është kultivuar mbi tokë për 2000 vjet me radhë. Ndonse ai është jashtëzakonisht i pasur në vlera shëndetësore, majdanozi në shumë vende të botës përdoret si garnitur. Të shumt janë ata që besojnë se majdanozi ka aftësi të mira për të hequr erën e keqe të gojës. Ngjyra e ndezur e majdanozit vjen si pasojë e niveleve të larta të klorofilit, një përbërës i cili lufton bakteret dhe ka aftësi aromatike, që në vitet 50 u zbulua se një sasi prej 100 mg të këtij përbërësi neutralizonte erën e keqe të gojës, djersës, menstruacioneve, urinës dhe jashtëqitjes. Kura të tjera natyrale kundër erës së keqe të gojës. Përveç higjienës së mirë dentare, sipas studimeve, rezulton se turshit janë të mira kundër erës së keqe të gojës. Ato janë të pasura gjithashtu me baktere të mira të cilat përmirësojnë tretjen, por njëkohësisht edhe përmirësojnë mikroflorën në gojë. Kastraveci është një kurrë tjetër e cila ndihmon në trajtimin e erës së keqe. Ju mund të vendosni një fetë kastravec në qelz për të eliminuar bakteret e këqija. Kastraveci gjithashtu ul temperaturën në stomak, që është një shkaktar tjetër i erës së keqe në gojë. Gargara me ujë dhe uthull molle është pak e ashpër, por largon erën e keqe të gojës dhe zbardh dhëmbët. Gjethet e nenegjikut ose vaji esencial i tij i japin freski gojës dhe largojnë erën e keqe. Gargara me vaj të arrës të kokosit është gjithashtu një mënyrë e rekomandueshme për të freskuar gojën dhe për të larguar erën dhe bakteret e këqija. Por më i miri nga të gjithë besohet të jetë çaji jeshil. Ky fundi dezinfekton gojën dhe i jep aromë neutrale. Megjithatë, çdo recetë e përmendur ofron një zgjidhje të përkohshme të këtij problemi. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.